Pse Allah na më në përgjithësi? Pse na më në pyetje? Të gjithë na kena me dhënë llogari për Allahut mënduar. Para se me dhënë llogari, veprat tona shënohen. Ka melek të autorizuar nga Allahu xhella sha'nuhu që shënojnë veprat tona. A ka Allahu nevojë për këtë shënim? A ka nevojë për fletore? Nuk ka nevojë. Ai din gjitha. Allahut nuk i fshihet asgjë. Allahu nuk harron. Allahu nuk gabon. Ai është i gjithdijshëm. Andaj pse e ka pyet robën? Për shkak të robët. Shikoni, Allahu xhallahu ala nuk don askën me mëna përgjithësi, nuk don askën me dënu pa e arsyetu dënimin. A kupton ti këtu tash mëshirën e Zotit dhe bujaria e tij? Po dyshim se po. Allahu ka mësi këtë don me dënu, me on ti këtë meriton, s'ka kurrë që kundërshton gjykimin e tij. Dhe mi të bindesh se gjykimi i tij është i drejtë. Megjithatë, Allahu xhalla xhelaluhu që robët të qetësohet në gjykimin e Zotit dhe të jetë i bindur se është trajtuar me drejtësi, Allahu ja prezanton veprat. Ja ku e ke. A ke bë kët? A ke bë kët? Ai është dëshmitar. Çdo njeri do të jetë dëshmitar i veprave të tij. Madje në situatë ku njëri mund të mohon diçka nga veprat e tij, kanë me dëshmu gjymtyrët e tij. Ka me dëshmu dora e tij, ka me dëshmu gjuha e tij, ka me dëshmu syri i tij. Çdo gjymtyr që me te ka bëu mëkat, Allahut ka me qenë dëshmitar.